Jemi në studio, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë nga kuzhina, marrim me vete shijen, aromën dhe tashmë jo vetëm për të konsumuar edhe për të marrë një nga ato kënaqësitë që ushqimi ta jep në vetvete, por për të marrë edhe vlerat ushqyese dhe këshillat e nevojshme që na vijnë çdo javë nga Alkend Çuko, nutricionist pranë Institutit Kulinar Neranci. Kënaqësi gjithmonë të kem në studio. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Sot do flasim për një temë që komentohet shpesh, sa herë që flasim për këto të mirat që vendi ynë ka edhe pozicionimi territorial, një ndër ato fjalit që nuk mungon asnjëherë është edhe fakti një dietë mesdhetare që për fat ne e kemi. Edhe kemi një mundësi të ushqehemi fal këtyre ditëve me shumicë me diell që Shqipëria ka. Dhe jemi shumë me fat në fakt, sepse realisht është një dietë përfshirëse. Pra nëse vendet e ndryshme në botë kanë një dietë specifike, pra nga vetë natyra apo pozicioni gjeografik që ato kanë, dieta jonë është gjithë përfshirëse duke ofruar nga gjërat më minimale bazike deri tek ato paksa më egzotike. Fati jonë i mirë që i kemi dhe fati jonë i mirë që me Neranzi ne i sillim ato në të gjitha pikat e dyqaneve tona në shumicën e qyteteve të Shqipërisë, por edhe në Kosovë. Është një dietë e cila dhe nga mjek të ndryshëm, nga nutricionistë të ndryshëm, ekspertë të fushës, gjithmonë përqafohet akoma edhe më tepër për benefitet e veta, për vlerat ushqyese edhe për rëndësinë e madhe dhe impaktin që ka në shëndetin tonë. Dhe detyrimisht me produktet që nga përbërja e tyre, që fiziko-kimike, mikrobiologjike, apo edhe përmbajtje e vlerave ushqyese, ato ofrojnë. Dhe prandaj e nisim. Filloj me njëherë. Disa nga produktet e pafundme që gjejmë tek Neranci, por që janë pjesë e dietës mesdhetare. Ne kemi folur shpesh për vajin e ullirit, por me qenë se kemi përmendur kaq herë, nga bëhet vaj ulliri dhe vajt ulliri prodhohet nga ullinjt. Okej, ndaj kemi zgjedhur ullinj sot në studio. Atëherë unë kam përzgjedhur një paketim ullinj të tillë, pra kokër mëdhenj. Goxha kokër mëdhenj. Po. Që këto paketimet e bukura që sjell Neranci, që këtu duket si e produktet. Po pra. Imagjino kokën e ullirit. Janë fruta shumë të pasura me polifenole të shumta, fruta shumë të pasura me fibra të shumta, dhe çfarë është më rëndësishme, ka dhe acide yndyrore esenciale. Janë paketime të tilla, janë ideale qoftë për të përdorur për sallat, qoftë për të përdorur për koktejl, pra mund të përshtaten edhe në sektorin horeka, pra restorantimin, apo edhe në sektorin familjar, që në kushte të zakonshme familjare mund të bëjë një bufet të vogël për të pritur miq, apo edhe për të shijuar vaktet tona, apo edhe në një mbrëmje të këndshme me një gotë verë, duke qenë se dieta mesdhetare përfshin edhe konsumimin e verës. Edhe verën, e vërtet. Kombinojnë mirë gjithë bashkë. Kanë antioksidantë shumë të mirë, duke përmendur polifenole, sepse ulliri është një frut i pasur me polifenole. Dhe çfarë janë polifenole? Se ne i themi polifenole, por polifenolet janë ai grupi apo ai elementi, le të themi, i antioksidantëve që mund ta kemi ndjer kur konsumojmë vajin e ullirit. Pra, ajo e dieguran që të lënë, po. Ajo është dhe një fraksion i oksidimit lipidik, por pjesa më e madhe është nga polifenolet, sepse kanë atë karakterin paksa djegës, le të themi. E kuptoj. Dhe një vaj ulliri i mirë e ka atë karakteristik. Përveç ullinjve, ne kemi në të gjitha pikat e dyqaneve Neranzit dhe paten e ullirit. Kjo është një version tjetër. Pate ulliri. Pra, është një lloj salce, le ta themi, e cila është realizuar nga kombinimi apo nga bluarja mekanike e frutit të ullirit. Pra, një lloj siç bëhet procesi nxjerrjes së vaj, që në fillim bëhet pulpa, brumosja dhe çdo gjë tjetër. Ajo vjen në këtë formë e kombinuar ose me fruta të ndryshëm si kapri, apo dhe me aroma të tjera frutore, të cilat japin karakteristikë goxha të mirë, por nga ana tjetër edhe është shumë e shëndetshme, duke qenë e pasur me acide yndyrore omega 3, omega 6 dhe omega 9. Gjithashtu dhe e pasur me... Mënyra se si mund ta përdorim, duke qenë se vjen në formën e një paste, një salce, Po, vjen në formën e një paste, mund të përdoret në një brusket, mund të përdoret në një sallatë. Unë nuk do rekomandoja që të konsumosh sasi shumë të larta, por diku tek një lugë gjelle 20 deri në 35 gram do ishte ideale për një regjim ditor. Duke qenë se... Pra për të lyer një fet bukë.
Po. Okej. Po, vjoj më tej, çfarë do ta prezantosh? Produkti tjetër janë specat. Ne në gjithë territorin ton kemi produkte të ndryshme si specat, pra speca jeshil, speca të kuq, speca djegës e tjerë. Unë kam përgjithësuar specat e kuq. Specia ka një veçanti, ka një karakteristikë dhe veçanta e specit është përmbajtja e lartë e vitaminës S. Në fakt, speci e kuq ka sasi më të larta të vitaminës S për 100 gram, flasim referimet, dhe sesa portokalli. Pra më shumë vitaminë C përban një spec sesa portokalli në vetvete që zakonisht ne njohim si frutin e vitaminës S. Dhe përveç këtij elementi ka sasi shumë të ulta të kalorive, gjithmonë etiketa nga pas, është gjithashtu ka një përmbajtje të lartë me karotenoide. Pra me këto elemente të cilët na ndihmojnë në pigmentin dhe pigmentin e lëkurës tonë. Pra duket pak sa e çuditshme se zakonisht jemi mësuar që ngjyra apo pigmentin e marrim nga dielli, por duke konsumuar produkte të cilat janë të pasura me karotenoide, atëherë ne japim mundësinë këtij procesi, domethënë që vetë pigmenti i lëkurës tonë kryen në kontakt me diellin, të theksohet paksa më tepër. Dhe përveç specit në formën e frutit, kemi edhe specin në formën e pates, pra kësaj salce, që po një lloj si produkti që përmendëm më përpara, pra pateja e ullirit, dhe ky format vjen në formën e kësaj salce të tillë, ku përsëri një rekomandim mund të ishte 25 deri në 35 gram për dorim ditar. Me të njëjtat atribute, me të njëjtat karakteristika, me të njëjta vlera ushqyese, dhe pateja është po i njëjtë si speci, vetëm le të themi vjen në formën e një salce që e bën paksa më të veçantë dhe më zbavitës për dorimin e tij. Në fakt jo më kot unë kam përzgjedhur le të themi edhe produktin nativ, por edhe produktin e përpunuar. Duke krijuar apo duke dashur për të sjellë mesazhin që në Neranzi ne nuk kemi vetëm le të themi një produkt standard, por mund të eksperimentojmë edhe për regjime të ndryshme ushqimore, sepse fokusi i regjimit ushqimor nuk është kufizimi, është konsumimi në fakt, dhe konsumimi bëhet më i thjeshtë kur ne kemi alternativa të ndryshme për le të themi për të zbavitur në atë dietën tonë, sepse detyrimisht nuk mundet të jetojmë të kufizuar me le të themi limite ushqimore. Po. Edhe për më tepër që jetojmë në një periudhë ku na vijnë informacione nga të gjitha anët dhe në fakt gjëja më e thjeshtë për të thënë është jo këtë. Ashtu sikurse kemi mësuar nga ty sa herë që je në studio, nuk ka asgjë jo. Thjesht produkti që ne zgjedhim, sasia dhe mënyra e konsumimit të tyre bën diferencën. Pra, okej, a vjojmë më tej, se shoh që kemi ende produkte kurioze për të ndarë. Turshi, të cilat janë të pasura me fibra dhe kanë një biodisponueshmëri më të madhe se sa kastraveci në vetvete. Zakonisht ne themi produktet e konservuara nuk janë të shëndetshme etj, por ja që në rastin e kastravecave ato janë edhe më të shëndetshme sepse formojnë peptide, pra procesi fermentimit formon peptide të ndryshme, ku dhe peptidet janë studiuar në botime të ndryshme shkencore dhe si element për luftën kundër stresit oksidativ, por më kryesorja fazave fillestare të tumoreve të ndryshme, sidomos në zorrën e trash. Kështu që konsumimi i produkteve të tilla të fermentuara është një rëndësi shumë e madhe. Si kastraveca turshi që janë dhe hipokalorik me përballje shumë të ulët, janë dhe karçofët, i cili është edhe ky një frut, një produkt i cili ka sasi shumë të ulët të kalorive, ka sasi shumë të larta të fibrave, dhe veçanta e karçofit është që ka përmbajtje të lartë të fibrës të quajtur inulin, një fibër e tretshme, e cila nuk na jep kalori, por e tretshme i atribuohet faktit që ajo është e tretshme vetëm në ujë. Pra, mund të tretet në ujë, por në pjesën intestinale tonën, ajo aty më pas konsumohet dhe përdoret nga bakteret e mira për të shumuar. Gjithashtu është shumë e pasur, le të themi, me antioksidant, por dhe me vitamina të rëndësishme. Detyrimisht ne themi e pasur me antioksidant etj, nuk do marrim, le të themi, me kilogram për këtyre vitaminave, por qëllimi është që një le themi diversitet i produkteve që konsumojmë do na ndihmojë më pas në gjithë regjimin tonë. Produkti tjetër janë kaperit, që në dyqanet e Neranzit ne kemi dhe kaperin e vogël për paketimi familjar të tillë dhe për sektorin Orega, apo edhe frutat e kaperit, të cilat janë paksa edhe më të këndshme, dhe këto vinë në formën e acetos.
Pra, vinë të marinuara në aceto dhe me pak krip. Kështu që i bën edhe më të shijshme, por janë ideale për të bërë salsa të ndryshme, për të përdorur në sallata të ndryshme, ku një nga le themi të metat e vendosjes së një regjimi ushqimor, pra në deficit kalorik, është shija. Zakonisht, sepse, shija vjen nga yndyra, duke qenë se pjesa më e madhe e elementeve të shijes tretet në yndyrë, dhe nëse s'ka yndyrë, atëherë nuk ka edhe shije. Kështu që duke përdorur kaperin, i cili është një frut paksa delikat, i jep akoma edhe më tepër shije ushqimit, duke intensifikuar atë pak shije për ta kompensuar mungesën e yndyrës. Produktet tjera po, shpejt që kemi rreth 2-3 minuta kohë, të bëjmë një ndales tek pistakjo që është mbreti i frutave të thata, me sasi të lartë të proteinave, fasulet, plaçi që janë fasulet të mëdha dhe janë ideale për sasinë proteinike, për sasinë e fibrave, po ajo është një pas pistakjo që mund të përdoret në salsa të ndryshme, në brusketa apo në çdo formë tjetër e cila mund të na volitet. Japraku që duket si një produkt, le themi traditës tonë, por në esencë është i përbërë nga orizi, nga gjethet e rrushit, nga limoni, që janë produkte mezetare. Kështu që është dhe shumë i pasur me fibra të shumta dhe me lëngu dhe limoni me vitaminën C. Dhe një produkt tipik, le themi, mezetar, janë dhe bulmeti, pra mozzarella fior di latte dhe mozzarella e bufalas. Pra njëra është kjo këtu, që ne po shohim dhe tjetër ndërsa e bufalas është ajo aty që ka karakteristikën e veçantë, e cila kur hapet, ajo shpërthen, le themi, me lëngun e vet, që është dhe shumë e butë, ka sasi shumë të lartat, pra është e pasur me kazein, këtë proteinën karakteristiket e qumshtit, e cila unë do të rekomendoja në fakt për të konsumuar gjatë orëve më të vona të ditës, duke qenë se nevojitet një kohë më e gjatë për tretje. Pra, proteinat le themi kategorizohen sipas tretshmërisë dhe ka grafik të ndryshëm, ku tregohet pra përtithshmëria dhe koha poshtë. Dhe kazeina ka treguar që nevojitet pak një kohë më e gjatë për të përthithur nga metabolizmi ynë. Dhe duke qenë e tillë, atëherë momentet kur ne jemi në relaks, atëherë na volitet më tepër për të konsumuar, sidomos kur bëjmë aktivitete gjatë ditor dhe muskulit kanë nevojë për rikuperim. Dhe kazeina, produktet laktokazarja janë ideale për këtë punë. Dhe sa interesante është që për marrja e vlerave ushqyese, e vitaminave, e proteinave ka dhe ora redite, domethënë. Është një rekomandim, por jo detyrueshme. Nuk të shohim orën, jo. Megjithatë, siç ti na ke treguar, ka edhe produktet e dedikuara për vakte mëngjesi apo për ndihmuar për gjumin, kështu që nëse jemi në ranxhi ka të gjitha. Açuket në i përmend. Dhe açuket. Shkurtimisht, se meqense janë aty në mes, por janë shumë të rëndësishme në fakt. Janë shumë të rëndësishme sepse ne jemi mësuar të konsumojmë peshk të mëdhenj për të marrë vlera etj, por harrojmë këta, le themi, florinët e pasur të acideve yndyrore dhe proteinave që deti jonë i ofron. Dhe açuket, le themi, janë ata peshqit e vegjël që kanë sasi shumë të konsiderueshme të vitaminës D, një parahormon është një vitamin, por dhe një ndërtues si hormoneve të rëndësishme, gjithashtu kanë acide yndyrore EPA dhe DHA, pra eicosapentaenoik dhe docosahexaenoik, që janë përbërësit kryesor, këta janë omega-3 e vërtet. Që ne kemi të dëgjuar, po mirë, bërë që na e theshim, po. Këta janë omega-3 e vërtet, të cilët ne jemi të aftë i përcithim me një herë. Në krahasim nga acidet yndyrore omega-3 që mund marrim nga produktet bimore, sepse ato nevojitet të përpunohen dhe jo çdo fraksion i tyre arrin të konvertohet në PA dhe DHA, nga peshqit, si açuket, ne ato i marrim me një herë dhe mund t'i shfrytëzojmë dhe vëmë në punë me një herë. Unë falenderoj që ishe me mua në studio, faleminderit për informacionet që ndanë vazhdimisht në këtë shtëpizën tonë të përditshme. Të uroj punë të mbarë, këto e pa fund të tjera i gjeni tek në ranxhi. E thamë që në fillim që ajo që ne zgjedhim, se vërtet themi kastraveca turshi, po jo të gjithë janë njësoj. Kështu që provojni e do të kuptoni se për çfarë po flasim këtu. Shkojmë në publicitet.